Në veri të Kinës ndodhet Baotou, një qytet i konsideruar si një nga qendrat më të rëndësishme të botës për përpunimin e mineraleve të rralla, element thelbësor për teknologjinë moderne. Ky qytet nuk është thjesht një zonë industriale, por një ekosistem i plot, ku universitete, laborator kërkimor dhe rafineri punojnë së bashku për të kthyer këto minerale në magnet të fuqishëm që përdoren në motorët e avionëve, makinat elektrike dhe turbinat e erës. Ky sistem i integruar i ka dhënë Kinës një avantazh të madh strategjik në tregun global, duke forcuar kontrollin e saj mbi një zinxhir furnizimi që konsiderohet jetik për tranzicionin energjetik në botë. Që prej vitit 2023, Pekini ka kufizuar në mënyrë të ndjeshme eksportin e teknologjisë dhe pajisjeve që lidhen me këto minerale, duke e bërë edhe më të vështirë për vendet e tjera të konkurrojnë në këtë fushë. Sipas ekspertëve ndërkombëtar, universitetet dhe laboratorët në Kinë nuk fokusohen vetëm në kërkimin bazë, por sidomos në aplikimin praktik të materialeve, duke e çuar më tej zinxhirin e vlerës industriale. Kjo qasje ka krijuar një avantazh të qëndrueshëm, i cili, sipas të dhënave, mbështet faktin që Kina përpunon mbi 90% të mineraleve të rralla dhe prodhon pjesën më të madhe të magnetëve të përdorur globalisht. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore kanë shpallur plane investimi miliarda dollarësh për të reduktuar varësinë nga Kina, por ekspertët thonë se hendeku teknologjik dhe i njohurive mbetet ende i madh. Në Baotou, çdo vit qindra studentë trajnohen në këtë fushë, duke e bërë qytetin një qendër të rëndësishme të formimit të specialistëve të së ardhmes në industrinë e mineraleve të rralla.